Alba Story prezanton. Mirdita. Jam një grua e martuar dhe për plot 20 vite me radhë e kam kaluar gjithë jetën time në fshat. Atje në fshat lodhesha shumë. Bukën e bënim vetë, gatimet po ashtu, dhe dita kalonte pa e kuptuar. Por pa kohë me parë, gjërat ndryshuan. Me kursimet tona, të kësaj jete, unë dhe burri im morëm vendimin të blinim një shtëpi në qytet. E bëm këtë hap për një jetë më të qetë. U zhvendosëm aty dhe për mua ishte një ndryshim shumë i madh. Shtëpia ishte e bukur, por e gjitha jo, lëvizja e qytetit dhe mënyra e jetesës me dukeshin shumë të huaja. Burri im kishte një punë me orare të çrregullta, nuk dihej as kur vinte e as kur shkonte. Kjo bënte që unë të kaloja pjesën më të madhe të ditës krejt e vetme. Bëja punët e shtëpis, rregulloja ambientin e ri dhe përpiqesha të gjeja diçka për të shtyr kohën. Në fshat kisha plot shoqe e komshije që hynim e dilnim tek njëra tjetra. E këtu në qytet ishte pak më ndryshe. Njerëzit ishin pak më të tërhequr, por me kalimin e javëve arrita të zija pak shoqëri me disa komshije të lagjes. Ata ishin gratë e mira dhe shpesh para ditëve mblidheshim në oborrin e njërës për të pirë një kafe e për të bërë pak muhabet. Një ditë prej ditësh ishim ulur të gjitha bashk. Biseda kalonte nga njëra temë tek tjetra, derisa erdhi koha për t'u shpërndar. Unë ngrita, mora çantën time dhe u thash: po iki tani në shtëpi sepse kam ca punë. Do shkoj të zë brumin e të gatuaj ca pica për darkë. Njëra nga komshijet, e cila ishte rritur në qytet dhe e kishte jetën shumë më praktike se unë, qeshi lehtë me mua dhe më tha: po ku ja vlen të lodhesh ashtu? Të del shumë e lirë dhe më shpejt i blesh të gatshme picat, se sa të rish e të blesh të gjitha të produkte e të gatuash vetë. Unë i shpjegova se kjo ishte mënyra e vetme për mua. I thash, nuk kam kohë të shkoj deri atje e t'i blej të gatshme, sepse burri është në punë dhe unë nuk kam makinë për të lëvizur. I thash kështu e kam më mirë që t'i bëj vetë në shtëpi. Ajo, me pak me habi dhe ma ktheu direkt: po përse duhet që të shkosh ti t'i blesh? Ti bien ata të deliverit. Ti thjesht i porosit në telefon dhe për gjysmore i ke tek dera e shtëpis. Mua sinqerisht nuk me kishte vajtur mendja fare te kjo zgjidhje, sepse nuk isha e mësuar me qytetin, e atje në fshat nuk kishim kështu gjërash. As që e kisha në mendje i thash asaj: nuk jam mësuar unë me këto gjëra, atje në fshat nuk kishim në njerëz që të na sillnin ushqimin tek dera, e i bënim të gjitha vet nga para, i thash asaj shoqes. Ajo këmbënguli, mori telefonin e saj dhe më dha numrin e një picerie aty afër që bënte dhe dërgesa në shtëpi. Unë ndam dhe unë u ktheva në shtëpi me idenë për ta provuar këtë gjë të re që se kisha provuar
asnjëherë më përpara. Hyra brenda dhe e mora atë numër në telefon. Bëra porosin dhe ula në sallon të prisja. Shtëpia ishte plotësisht e qetë. E për mua ishte vërtet diçka e çuditshme që nuk po ndotja duart me miell dhe po prisja të më vinte ushqimi i gatshëm. Fiks pas gjysmë ore, ashtu siç më kishte thënë komshia, ra zilja e derës. Unë ngrita nga divani, shkova në korridor dhe hapa derën. E përballë meje ishte një djalë. Ishte i ri dhe kishte një pamje vërtet të bukur. Ai ishte duke mbajtur kutitë e picave në duar. Urdhëroni porosin, më tha ai, me një zë që dhe zërin e kishte shumë të bukur. I mora dhe i lash kutit mbi një tavolinë të vogël që kisha aty pranë hyrjes, dhe i dhash parat, po aty mbi tavolinë. Ai djali pasi mori lekët, deshi që të ikte dhe të me përshëndeste, por në atë moment, brenda meje u zgjua ai zakoni i vjetër i fshatit, se ne nuk jemi mësuar t'i lëm njerëzit tek dera, e aq më tepër diçka që ai na sjell në shtëpi. E pa u menduar fare sa për të largojen i thash: "Shumë faleminderit. Eja brenda të pish një kafe nëse ke kohë." Ai djali u ndal. U pa qartë që u habit nga kjo ftesë. Ai sigurisht që nuk ishte mësuar që njerëzit në qytet t'i ftonin brenda në shtëpi thjesht sepse sollën një porosi. E ai më pa dhe më tha: "Faleminderit, po hyj, por mos po të ftohet pica." Dhe më duk sikur ma shkeli syrin, por s'isha e sigurt, dhe kjo gjest me mbeti në mendje. "S'ka gjë," i thash, "nuk është problem." Ai hyri brenda e unë mbylla derën. I thash të ulej aty në sallon, ndërsa unë nisa drejt kuzhinës për të përgatitur kafen. Mendova se do me dëgjonte e do të ulej tek divani në sallon e do të me priste. Por pasi bëra disa hapa, dëgjova edhe hapat e tij pas meje. Ai nuk ishte qëndruar në sallon, por me kishte ndjekur dhe po hynte pas meje në kuzhinë dhe rrinte duke shikuar anash, sikur mezi po i pritej që të pinte atë kafe e të ikte, sikur ishte shumë për ngut. U habita pak, u ktheva dhe e pash që ai po qëndronte në këmbë brenda kuzhinës ime. E me erdhi shumë turp dhe u ndjeva plotësisht në siklet. Doja t'i thosha të lutem rri atje në sallon, por fjalet nuk me dilnin. Për hir të asaj mirësjelljes sime, heshta dhe vazhdova të merresha me xhezven për të bërë kafen. Ati i kisha kthyer shpinën. Unë kisha shumë emocione dhe me duket se dhe ai kishte, përderisa qetësia në atë dhomë ishte e plot. E pas pak momentesh, ai e theu heshtjen. "Po tani," më thaj, "çfarë do të bëjmë? Se unë nuk kam shumë kohë për të qëndruar." Unë mundova ta kaloja situatën me qetësi, ndonë se ndihesha shumë e pasigurt. "Asgjë," i thash, "prit pak se të bëhet kafja." Ai qëndronte pa lëvizur dhe me foli prap. "A me të vërtet me ftove vetëm për kafe?" më tha ai. U solla duke e parë dhe e fola e vendosur. "Patjetër. Pse, çfarë mendove ti?" i thash. Ai eci të afrohej afër meje dhe më tha: "Sa për kafe, nuk do hyja fare." E sa po tha këto fjalë,
ajo ofrua akoma më shumë. Ngriti duart dhe filloi të më prekte lehtë tek supet, e pastaj me shumë kujdes me lëdhatoi faqet. Mua më kapi një turp i jashtëzakonshëm. Gjithçka po ndodhte shumë shpejt dhe pa menduar, e nuk dija si të reagoja. S'me kishte vajtur fare mendja se çfarë po ndodhte. Doja të ndaloja e doja t'i thosha të ikte nga shtëpia ime. Por ai ishte një djalë i ri dhe kaq i bukur sa që thjesht nuk më bënte goja të flisja, e fjalët më mbeten aty. U mbështeta pak mbrapa tek banaku i kuzhinës, sepse nuk dija si të veproja tjetër. E ai nuk e humbi atë rast. U ofrua plotësisht trupit tim, pa asnjë hezitim, me puthi një herë në faqe, e me pas me kapi me të dyja duart nga beli, me ngriti lehtë dhe me uli sipër mbi banakun e kuzhinës. Qëndroi drejt përballë meje dhe menjëherë filloi të më puthte në buzë. Unë nuk fola dhe nuk e shtyva, por përkundrazi, fillova që ta puthja dhe unë. Megjithatë, situata ishte shumë e ndërlikuar për mua. Kuzhina ime ishte e pajisur me një dritare shumë të madhe që shikonte direkt në rrugën e lagjes, e gjatë gjithë kohës që po ndodhte kjo gjë, që ne po putheshim, unë e ktheja kokën vazhdimisht dhe shikoja nga dritarja. Isha e tmerruar nga ideja se ndonjë nga ato komshijet e mia mund të kalonte aty jashtë dhe të më shihte, e nuk mund të qëndroja e qetë aty sipër banakut. I ndërpreva puthjet e tija, e shikova dhe i thash, me mireja të shkojmë te garazhi. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.